Prandaj Spiropoli ka vë gabim, ose ambasadori i Shqipërisë do të më tregu, dhe ka ardhur koha e funit, shto në mënyrë shumë transparente, me respektin më të madh që e kam për ambasadorin e Shqipërisë të në Maqedoni, ka ardhur koha që në protokoll kur të vinë ta vizitojnë edhe imamin e shqiptarëve, se unë si imam i shqiptarëve nuk jam vetëm i shqiptarëve fakicës shqiptare në Maqedoni. Unë jam edhe i shqiptarëve në Shqipëri, edhe i shqiptarëve në Kosovë, edhe i shqiptarëve në diasporë. Kudo, unë jam imam i shqiptarëve, jo i muslimanëve. Por koha më na pranu ju, Shqipërisë, Tirana zyrtare, që ne ekzistojmë, veprojmë, operojmë. Pak e rëndësishme më pranon Kasamoglu, apo Qiro Oglu, i Strugës. Unë ato asë nuk i konsideroj që janë shqiptarë. Ato janë me fe turkut, flasin shqip. Ato janë državotvorë narod, janë shtetë formues, nuk janë pakicë shqiptare. Ato marrin rrotë për flamurin shtetit Maqedonisë. Ato kanë biznese këto. Ato i kanë gjithat mirat e privilegjet. Tash mirë pak, shumë intereson. Kryesore, ato e shtetë formues. Pakica shqiptare sulmohet këtu nga shtetë formuesit, nga ato që hajnë e pi në emën të flamurit shtetit Maqedonisë dhe mundojnë duke i keq përdorur termet me manipulu kur rrogat i marrin prej shtetit Maqedonisë.